Për fat keq një pjesë e shtetarëve tonë s'po e kuptojnë këtë hile të tij, që ai nuk po jep parët vetat, që ato nuk janë të tij. Ai po jep ato parë që po ja u merr ndërmuj. Po më keq, po nuk besoj që është ofertë s'pari. Edhe nuk është qëllimi të oferta, sa është vetëm të shfrytëzimi i kësaj kohe që ka mbet me e harxhu këtë kohë pa e krye punën që i takon me e kry. Pra kur ti ka vendosur me shku në zgjedhje në kohën kur e ka bërë qeverinë, pa kriju një koalicion edhe për presidentin, ose në kohën kur e ka votu buxhetin pa bërë marrëveshje me subjekt opozitare për ndonjë projekt, për ndonjë temë caktuar. Këto janë një lloj kamuflazhe e tij, për fat keq pra ai po tallet me gjithë ne, me Kosovën, po shkon drejt zgjedhjeve, veç ka përgatit një pako financiare, që synon me shkep pak para zgjedhjeve, disa ditë, me një pension plus, me gjysmën e pagës për punësuar në sektor privat, edhe disa shtesha tjera, ai e ka gjetë formulën. Pra, mos me punu 4 vjetë, mos me zhvillu vendin, mos me rrit pagat, me rrit çmimet, pra me na i marrë ato që i kanë drejtat qytetarët, kur i vynë votat, i shkep pra parët e buxhetit, për fat keq një pjesë e shtetarëve tonë s'po e kuptojnë këtë hile të tij, që ai nuk po jep parët vetat, që ato nuk janë të tij, ai po jep ato parë që po ja u merr ndërmuj. Për shembull, brenda një viti, ai në bazë të çmimeve të energjisë e çmimeve tjera, qytetarit ja merr 1.000 euro, një herë në vit ja jep 100, edhe ja merr votën për 4 vjet. Kjo po ndodh në Kosovë, pra jemi në zgjedhje. Zotri Aralina, a konsideron OKJ të mbyllur çështjen e presidentit, cili do të ketë kontributi në këto ditët? Veç t'jo sëraj. Jo lutem, veç t'jo sëraj. Jo OKJ, se konsideron mbyllur. Për ne është e hapur, është detyra jona me zgjedhë presidentin. Po, këtë çështje të mbyllur e konsideron Kurti. Nëse ofrohet një kandidat. Ja, prit veç ta sheroj për ty edhe për qytetarët. Si ndodh marrëveshja për president, kur e ka bërë qeverinë e vendit, në atë kohë ai e ka pas në opcion me bërë koalicionin, jo vetëm për qeverinë, edhe për president, nuk e ka bërë. Kur e ka pru buxhetin, ku ventojnë ato ngjarjet ku mundesh me bërë marrëveshje politike për përgjegjësi caktuar, nuk e ka bërë. Tani këto, ju lutem, këto janë veç kalkulime, kamuflazh, mashtrim i pastër. Nuk ka ofertë për asnjë parti opozitare, besoni. As për PDK-n, as për LDK-n, janë ofertë ato. Këto janë lloj fjalëve, me harxhu kohën deri në ditën kur shpallen zgjedhjet. Po, si tash kalendari e thotë që është 7 qershor. 7 qershor sipas afateve kohore, se nuk mundesh me shkurtue për një javë, për shkak se ja vështirëson më shumë Komisioni Qendror Zgjedhore dhe trupave zgjedhore, po me 7 qershor po shkojnë zgjedhje. Ky është vendimi i marrur herët, ju lutem, nuk është diçka që edhe një herë përsërish nuk e kam vetëm me fajsu dikën, po këtë kjo është një lloj mashtrimi, një lloj loje, kalkulim, mos me marr përgjegjësinë, po në zgjedhje po shkojnë. Sa rrogës do t'jeni kandidat ministër? Jo, mandatar në emër të Aleancës për Arminë e Kosovës, është kryetari Gjakovs, aktual në kryetari parë, po edhe kandidat për kryetarit partisë, zotri Arlian Gjini, do t'jem pjesë e listës. Mendoj që Arliani ka çka i ofron Kosovës, nëse marrim edhe modelin qeverisës në Gjakov, po dhe angazhimin e tij, mendoj se është një ofertë vërtet serioze e Aleancës. Dhe në ato janë ndonjë koalicion para zgjedhor të mundshëm? Ja, shkojmë vetëm në zgjedhje, pra shkojmë vetëm. Urdhë? Nuk e di, ende jam pjesëmarrëse e hartushi listës, mirë po nuk është më rëndësi radhitja, sa është më rëndësi ajo çka i ofrojmë vendit. Aralina, të di që jeni në zgjedhje të natë partiake. A është gati AKJ për një proces të ri zgjedhor që pa një dënë që data është 7 qershor? Siç ne kemi bërë 2 herë zgjedhje parlamentare, të tretat në shumë pak kohë, është një ngarkesë për Kosovën. Partitë politike të gjitha janë çdo herë të gatshme për zgjedhje. Pra ne jemi të gatshëm, kemi një ofertë serioze, një mandatar vërtet që ka dëshmuar që është i aftë në qeverisje. Arlian Gjini shkon e shif në Gjakovën, pyetni qytetarët e Gjakovës për qeverisjen. Pra po ofrojmë Kosovës një model të mirë, edhe është një politikan par excellence, Arliani, një shkollë vërtet elit e politikës në Kosovë.
Njëkohësisht gjithë një tjertë, pra kemi një ofertë, jemi serioz, shkojmë zgjedhje. Me që themi të zgjedhjet si përgjigjeni aludime dhe pretendimeve që AKJ-ja rrezikon pragun? Tani i falenderoj gjithë që na bajnë ndetin neve, po dhe na jemi të rritur, ja bajnë ndetin Kosovës ma shumë se sa vetës, nuk do të ketë shqetësim për prag, pra e kalojmë, jo veç pragun, po besoj edhe do të përfasojmë me sukses.